530 milion euro dalin nga xhepat e qytetarëve shqiptar me paketën e re fiskale, me taksat e reja që qeveria kalon në parlament këtë javë. Po si ndahen këto? Dhe pse paguhen këto nga qytetarët shqiptar? Pse barra gjithmonë bie mbi shumicën? Ndërkohë që përfitimet i merr pakica. Së pari, 1/3 e këtyre vijnë nga pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të shtresës mesme, sepse qeveria rrit pagën minimale dhe si efekt i kësaj vijnë pothuajse 150 milion, 180 milion euro nga xhepat e taksa paguesve shqiptar. E dyta, 1/3 tjetër, 150-180 milion euro vjen nga konsumi, nga çmimet e rritura. Dhe këtë e thot po qeveria, të ardhurat nga TVSH-ja rrisin të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe ato vijnë vetëm si rezultat i rritjes së çmimeve. Pjesa tjetër vjen nga një ndryshim taksash, kanë pasur 5% taksën për zhvilluesit e softuarve, e çojnë 15%. Ore, pse nuk ja rrisin hoteleve me pesyje? Pse nuk ja rrisin kompanive koncesionare? Pse nuk ja rrisin atyre që kanë sot përfitimet më të mëdha nga buxheti i shtetit? Po gjejnë gjithmonë ato të cilët janë zhvillimi, ato që çojnë përpara industrisë të veçanta dhe ato të cilët kanë një mundësi për të bërë diçka ndryshe. Buxheti i shtetit merr 530 milion euro nga xhepat e qytetarëve. Dhe këto i çojnë gjithmonë tek pakica, sepse po të shohësh dhe ndarjen e buxhetit, bujqësia vazhdon mbetet e penalizuar, arsimi mbetet i penalizuar, sektorët kryesorë mbeten të penalizuar. 530 milion euro nga xhepat e qytetarëve shqiptar e bëjnë këtë përsëri buxhetin e pakicës, jo të shumicës.